Mos flini pa larë dhëmbët mund të shkaktoj probleme serioze. Larja e dhëmbëve para gjumit jo vetëm që i bën dhëmbët tanë më të shëndetshëm, por gjithashtu na pengon të shkojmë në shtrat me baktere në gojë. Në këtë mënyrë ne parandalojmë shfaqjen e kariesit, sëmundjeve të mishrave të dhëmbëve, erës së keqe të gojës dhe sëmundjeve të tjera. Gjatë ditës, përshtyma shërben si një mbrojtje natyrale duke ndihmuar në neutralizimin e acideve në ushqim dhe duke parandaluar çdo dëmtim të smaltit, por gjatë natës prodhimi i përshtymës zvogëlohet. Duke qenë se ne kemi një sistem mbrojtës më të dobët gjatë gjumit, është e nevojshme të lajmë dhëmbët para se të flejmë për të reduktuar sasinë e baktereve në gojë. Përndryshe, nëse nuk e bëjmë, e vëmë veten në rrezik të sheqerit të lartë në gjak, i cili mundet që të dëmtojë kryesisht njerëzit të cilët janë të prekur me diabet.